nuk e di pse s'dojnë me kuptu se s'kan kalu edhe nuk kanë sukses edhe nuk kanë me pa sukses. Për dy arsye kryesore. E para është arsyeja domethënë se janë në nivel, asnjë debat, asnjë dilemë nuk ka fakte dhe argumente as fetare, as filozofike, as logjike, edhe as historike. Dhe e dyta është domethënë sepse rregulli fetar edhe Islami që ka mbijetuar domethënë 14 shekuj, tani është shekulli 15 islamik, në cilin Islami domethënë ekziston edhe zhvillohet, ekziston dhe rritet. Sikur të kishte pas sukses, sikur të kishin pas sukses dilemat që janë hap vazhdimisht kundrejt Islamit në gjithë shekujt e kaluar, Islami deri tash do të zhdukej. Mirë, por realisht ne jemi në një epokë historike ku Islami është feja me zgjerim më të madh në botë. Edhe për shembull një gazetar i joni këtu dhe një figurë palaço që e merr në emision me bisedat e odave, domethënë që i bëjnë ata, nuk mujnë me zmbraps Islamin kur për shembull shtëpi mediatike botnore, institucione të mëdha me qindra dhjetra dhe qindra akademik që merren me studimin e Islamit nuk kanë mujt me hudh dilemat që e zmbrapsin Islamin edhe e demantojnë Islamin. Këta domethënë këto emisione do arikan me zmbraps Islamin